Në ditën e 15 të grevës së urisë, naftëtarët e Patos Marinzës kanë zhvendosur protestën e tyre përballë zyrave të kompanisë Bankers Petroleum në Fier. Me pankarta në duar dhe thirrje si turp t'ju grevistët dënuan atë që e quajnë presion dhe intimidim ndaj punonjësve për t'i detyruar të braktisin grevën. Në këtë tubim, disa prej grevistëve morën dhe fëmijët e tyre. Për këta fëmijë po punojmë, duam atë që na takon dhe nuk dorëzohemi, u shpreh ai. Në një qendrim të përbashkët, grevistët theksuan se protesta e tyre mund të ndalojë, por nuk do të dështojë. Në përfundim, grevistët paralajmëruan se protesta do të zhvendoset në Tiranë. Turp t'ju vi! Turp t'ju vi! Turp t'ju vi! Ne nuk do të ndalemi. E din që keni bërë presion punëtorëve, e dini që u keni gjetur adresat e familjarëve ku punojnë. E din çdo gjë që ju bëni, mos kujtoni se nuk e din. Ne nuk do ndalemi. Juve mund na prisni pak hovin, po ne do të arrijmë destinacionin. Do ju bëj thirrje gjithë këtyre zotëninjve të nderuar naftar. Do ju bëj thirrje familjarëve tyre. Do t'i shkojmë drejt Tiranës. Do t'i shkojmë drejt Tiranës dhe do ngujohemi atje ku është qendra e korrupsionit, para kryeministrisë. Nuk do ndalemi. Ta harroni intimidimet, friksimet e deputorëve. Ta harroni Manjini Surrati kush janë. E dini mirë dhe karakterin që kam. Këtu do jemi. Këtu do ndalojmë. Vetëm për të drejta tona. Është këta burra, jo. Këta burra tashi janë konkurrent për ju me njëri tjetrin. Këta duhet luftojnë për ata thërrime që hidhni ju. Ku janë ata burra që thoshin jemi me ju, por nuk përshtatemi dot. Ku janë ata burra që thoshin duam sindikat, por nuk dalim dot hapur sepse na heqin nga puna. Na ulin në detyrë, na ulin rrogën. Ku janë ata burra që kishin dinjitet? U zhvesin nga digniteti. Ju kisha paralajmëruar. Da, por ju zhvesin nga digniteti. Nuk e besuat. Më quat në gjyq. Vazhdoni. Digniteti është më e rëndësishëm edhe se burgu, jo puna juaj. Nuk keni më asnjë vlerë. Keni varfëruar këtë vend. Keni varfëruar atë rajon. Keni varfëruar këta njerëz. I keni kthyer të tërë në sklavër. Nuk ka sklavërin 2025-ën. Nuk kemi në ato epoka më. Ta njerëz janë bashkë dhe kanë kryqëzuar duart. Nuk punojnë më për ju. Si e zgjidhët ju punën, çfarë bëhet ju që mbajtët poshën gjallë? I morët njerëzit, ju hoqët ato jakat e bardha që kishin marrë me detyrë dhe i veshët përsëri kominoshet. Kur vajti shtetit i inspektonte këta njerëz, ishin adapt për atë puna po jo. Ai shtet i mbylli syt sepse i kishte duart e lidhura, me implikimet që kanë, me punësimet që kanë të familjarëve të ju. Ju e kanë thënë më parë dhe ju e thënë përsëri. Ju keni kapur shtetin. Ju po silleni si band mafioze. Jeni komplet të pardishëm. Po quheni afera Bankers. Vazhdoni me këtë gjuhë, ju do vazhdoni prokuroria e ju. Ne po vazhdojmë punën. Kjo punë është e jona. Ne punojmë për të zhvilluar vendin tonë dhe ekonominë tonë. Kjo është në çështje sociale. Ta njerëz fashistë po të marrin fatin e tyre në dorë. Ju nuk jepni asgjë përveç parave. Digniteti fitohet me luftë, nuk blihet me para. Ju po i bëni dignitetin atyre që kanë në çmim të lirë, për këtyre burrave. Ta e fitojnë me gjak. Skelet me këmbë nga ky kapitalizëm pa shtet. Prandaj kërkojmë, ngrijeni prapë të xhup sepse po shtypni klasën punëtore, po e vrisni, po e azjetësoni. Njerëzit po ikin jashtë nga ky vend, njerëzit më të kualifikuar, vetëm se këtu nuk ekziston më shteti. Shteti ka shtypur këtë klasë punëtore dhe i ka dhënë fuqi të plot ekonomisë kapitaliste. Ta janë njerëz që vetëm shfrytëzojnë ku ka në jo vlerë dhe zhvasin. Nuk japin asgjë në këmbim. Njerëz ktheuni dhe i kujtoni këtij shteti, i kujtoni kësaj kompanie që këtu ka rregulla, ka dinjitet, ka punëtor që duhet të paguhen, jo të shfrytëzohen edhe në fund pastaj të gënjehen. Askush këtu nuk ka marrë më atë që meriton. Njerëzit nuk po vazhdojnë dot me shkollat. Me këto rroga nuk vazhdohet me arsimi, po vdes klasa intelektuale. Jeni që nga dita e parë e grevës, do të vazhdoni për Do të vazhdojmë deri në fund. Këtu nuk është më çështje ekonomie, është çështje digniteti kombëtar. Këtu ka humbur çdo vlerë. Me para ka po blinë çdo gjë. Nuk duhet të vazhdojmë më kështu.